ishte vendosur para 4 vjetësh me qëllim të solidarizimit me popullin ukrainas gjatë luftës, por i njëjti flamur tashmë nuk shihet më në sheshin Zair Pajaziti në Prishtinë. Pas përshkallëzimit të situatës mes Rusisë dhe Ukrainës, në këtë hapësirë prapa nesh ishte vendosur flamuri ukrainas. Mirë po i njëjti këtë diel është larguar nga kjo hapësirë. Pas deklaratës së Zelenskit në Serbi se nuk ka plane ta njohë Kosovën, i njëjti është larguar. Ishte pikërisht deklarata e Zelenskit në një konferencë për media krah Vučićit, ku theksoi se qëndrimi i Ukrainës për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar, ajo që nxiti reagimin në Prishtinë. Këtë përgjigje Zelenski e dha gjatë vizitës së tij 2 ditore në Serbi, por pas kësaj deklarate nuk kaloi shumë kohë dhe kryetari i Prishtinës përmes rrjeteve sociale njoftoi se flamuri i Ukrainës po largohej nga sheshi me arsyetimin se shteti i Kosovës duhet të respektohet. Kur Kosova nuk respektohet, kryeshteti përgjigjet. Empatia dhe solidariteti ynë do të jenë gjithmonë me popull që përballen me luftë, dhune, persekutim, sepse ne, më mirë se shumë të tjerë, e dim çfarë do të thotë të luftosh për liri, dinjitet dhe të drejtën për të ekzistuar si shtet. Por asnjë kauzë, asnjë politik nuk mund të ndërtohet duke nënçmuar shtetësinë e Kosovës dhe sakrificën e popullit të saj. Tutja i theksoi se asnjë kauzë dhe asnjë politik nuk mund të ndërtohet duke nënçmuar shtetësinë e Kosovës dhe sakrificën e popullit të saj. Pas largimit, disa qytetarë besojnë që u veprua drejt me flamurin ukrainas. Sipas deklaratës tij kanë pas drejt. Se na për shembull me gjitha mundësitë që ai kemi i mundu mi ndihmue. Edhe ata le të thrasin mendjes dhe të shohin sepse ai s'po të njeh, domethënë. Edhe po haptas po thotë që nuk të njoh, as se kam ndërmend kushtimisht më të njoft, atëherë pse edhe ne me përkrah. Për largimin e flamurit, avokati Arjanit Koci thotë se fillimisht duhet të dihet mbi cilat kritere ishte vendosur ai flamur. Nuk është problem do ta cekim, nuk është problem sot që hek flamuri, sa është problem pse është vendosur flamuri. Pari para 4 viteve duhet me ditë kush e ka vendos, me cilat kritere, ajo koordinu qeveria me komunën dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, se politika e jashtme ju e dini është një interes shtetëror. Tutje Koci theksoi se sipas tij Ukraina nuk e ka ndryshuar qëndrimin ndaj Kosovës, pasi nuk ishte pasur plane për ta njohur Kosovën as para agresionit rus. Momenti kur ne kemi vendos flamurin para 4 viteve, hajde që kemi solidarizu, po ata nuk na kanë pranuar as në atë kohë, as në këtë kohë. Madje çka është më interesant, edhe Zelenski nuk është shikandruar në një qendrim, na e dim që Ukraina neve nuk na ka pranuar dhe nuk ka thënë në të ardhmen e afërt që do të na pranojë. Ndërsa nga komuna e Prishtinës, përveç reagimit të kryetarit në rrjetet sociale, TVN nuk mori ndonjë përgjigje lidhur me rastin. Afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit të Kosovës mbaroi në mesnatën e 7 kushtit. Por dhe pas 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, Kuvendi mbeti i pakonstituar. Përplasjet politike për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit e lan procesin pezull. Përveç ngërshit politik, në pikpyetje është edhe mënyra se si do të vazhdojë procesi pas të kalimit të afatit kushtetues. Tashmë vendi dhe sidomos Kuvendi i Kosovës ndodhen në një situatë krejt absurde dhe rrjedhimisht papranueshme, ku përveç se është te kaluar afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit, për shkak të refuzimit të partisë e cila ka dalë para nga zgjedhjet që ta propozoi kryetarin e Kuvendit, për më keq jemi në një situatë edhe më problematike ku as te kalimi i afatit si i tillë duket se nuk u ka mjaftuar subjekteve politike në këtë rast lëvizjes vetëvendosje që të arrijë në pikën ku Kuvendi do të konstituhej. Cakulli thotë se situata ka kaluar tashmë për të një ngërshje të zakonshme politik dhe që këtej lipën interpretime kushtetuese në lidhje me mos respektimin e afatit 30 ditor, rrjedhimisht për taktimin se çfarë mund të ndodhë më pas. Ne kemi bërë thirrje edhe dje që të paktën 10 deputet të Kuvendit të Kosovës të parashtrojnë në gjykatën kushtetuese kërkesë për interpretim të situatës së tanishme dhe atë mbi 3 çështje kryesore. E para është që të konstatohet shkelja kushtetuese në raport me afatin detyrues 30 ditor për konstituimin e Kuvendit, të përcaktohet se a mund të mbahen seanca të tjera në këtë drejtim.
ndërsa politologu Avdis Majlaj përgjithësinë e shet tek partitë politike. Zhvillimet aktuale në kuvend janë manifestim, do të thoja, e një papërgjegjësie politike. Partitë politike kanë pas kohë mjaftueshme që nga certifikimi i zgjedhjeve, po edhe para certifikimit të zgjedhjeve, askush nuk i ka penguar që të bisedojnë mes vetes dhe të përpiqen të gjejnë një zgjidhje për koalicion ose ndonjë marrëveshje për të dalë nga ky ngërç institucional që tani më po bëhen gati një vit e gjysmë, gati 2 vite. Sipas tij, kërkesa për kushtesë tashmë sfidon edhe kornizën kushtetuese. Tani kemi ardhur në kohë kur prapë po kërkohet kushtesë që është e pajustifikueshme, saqë kemi hyrë në një terren ku po sfidohet edhe drejta kushtetuese, një gjë që të paktën nuk kishim nevojë për një gjë të tillë, asgjë nuk e justifikon mungesën e përpjekjes së partive politike për të gjetur një zgjidhje deri kur është afati për mbajtjen e seancës. Tentimi për të dytën herë për konstituimin e kuvendit ndodhi 2 muaj pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 7 qershorit, ndërkaq seanca së shtunës u mbajt 1 ditë pas kalimit të afatit prej 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve zgjedhore. Për herë të dytë brenda javës, deputetët u mblodhën të shtunën në kuvend për vazhdimin e seancës konstituive. Seanca u thirr në orën 11. Por e njëjta u nis 1 orë me vonesë. Ndërsa në rendite ishte votimi për kryetarin dhe nën kryetare të kuvendit. Fjalën e parë për propozimin e kryetarit e mori kryeministri në detyrë Albin Kurti. Por emri për kryetar nuk u propozua. Nga foltorja e kuvendit, Kurti kërkoi kushtesë për arritjen e një marrëveshje politike. E kjo kërkesë nuk kaloi pa reagime në sallë. E disa minuta më vonë, debati kaloi në një tjetër nivel. Deputetja e AK-s Time Kadriaj hodhi vezë në drejtim të Kurtit. Pas saj ndërhyn disa deputet të vetëvendosjes, ndërsa në përpjekje për të larguar Kadriajin pati edhe shtyrje në mes të deputetëve. Seanca u ndërprej pas incidentit. Por ajo që ndodhi në sallë nuk mbeti vetëm brenda mureve të kuvendit, aq më pak vetëm brenda raportimeve në Kosovë. Pamjet e incidentit u shpërndan nga media ndërkombëtare duke e kthyer momentin e pazakontë në një nga ngjarjet më të raportuara nga Kosova gjatë ditës. Agjencia Associated Press publikoi videon me titullin "Deputetja e opozitës gjuan me vezë kryeministrin e detyrë të Kosovës, Albin Kurtin, gjatë seancës parlamentare". Fotografi dhe video nga incidenti publikoi dhe Reuters. Ndërsa The Guardian e përsolli ngjarjen me titullin "Deputetja e Kosovës gjuan me vezë kryeministrin". Pamjet u publikuan edhe nga BBC dhe Sky News me titull pak a shumë të ngjashëm. E për këtë raportoi edhe gazeta më e njohur në Zvicër. Këta të fundit e përshkruan situatën si një shenjë të përshkallëzimit të përplasjeve mes pozitës dhe opozitës. Por për situatën e ndodhur raportuan edhe mediat e tjera italiane, bullgare, madje edhe braziliane, si La Stampa, Metropols, Dunav Mose, ATP News. Këto media kanë publikuar në llogaritë e tyre në X. Kështu një përplasje nisur në sallën e kuvendit u bë brenda pak orësh lajm përtej Kosovës, në një kohë kur vendi vazhdon të mbetet pa institucione të reja të konstituara. Në muajin gusht ishte paraparë që të paraqiteshin gjykatore. Por gjyqi ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajridin Kuqi, por pengjem të drejtësisë dhe ndikim në dëshmitar nuk do të mbahet këtë muaj. Kjo sipas një vendimi të gjykatësit të vetëm me që mbrojtja e Smakaj nuk paraqiti prova të reja. Rrjedhimisht u caktuan afate tjera për prokurorin dhe mbrojtjen për paraqitjen e dosjeve përfundimtare. Ky gjykim u planifikua të përmbyllet më 14 shtator. Dosjet përfundimtare të gjyqit, nëse ka duhet të paraqiten deri të hënën, me 24 gusht 2026 në orën 16. Seancat dëgjimore për deklaratat përfundimtare do të caktohen për 10, 11 dhe 14 shtator 2026. Pritjet janë që edhe gjykimi për këtë rast të shpallet brenda këtij viti. Ky rast së paku në shkallë të parë do të mund të përfundon brenda këtij viti.
edhe besoj që në rast se do të kishte më tepër efikasitet sa i përket administrimit të këtij procesi, do të mund të përfundoj edhe më herët për faktin se siç dihet, ky proces nuk është i natyrës komplekse. Çdo të zgjatje e këtij gjyqi për akt akuzën e ngritur qysh në vitin 2024 vlerësohet si e pajustifikueshme. Ama kurse nuk justifikohet një të zgjatje e tillë e gjykimit, nga se nga një proces i gjykimit po kalohet në një proces i hetimit, edhe kështu ashtu po zvarritet procedura. Në rast të ndikimi i drejtësisë, nëse me vërtet ata kanë prova, si të tilla nuk mund të lëshohen edhe shmëri prodhu shumë të shkurt mund të administrohen. A është çështje komerciale individëve gjyqtarëve, apo është një provacione tjetër politike, është çështje për të analizuar. Të akuzuarit në dhjetor të vitit 2024 patën paraqitjet e tyre fillestare, ku që të 5 mohuan fajësinë për ndikim në dëshmitar. Janë vetëm disa nga titujt që qytetarët e Kosovës po përballen shpesh kohëve të fundit. E në fund të gjitha këto alarme po rezultojnë të jenë të rreme. I njëjti rast ndodhi edhe të enjten, kur rreth orës 16:30 në stacionin e autobusave në Prishtinë u dha alarm përmjet shpërthyes. Ani pse deri më tani këto alarme po rezultojnë të rreme, sipas njësit të sigurisë, Shkelzen Sopjani, nuk duhet të neglizhohen. Në bazë të ligjit, në bazë të protokolleve dhe rregulloreve të brendshme të policisë dhe strukturave tjera, këto alarme në asnjë rrethon nuk guxojnë të neglizhohen. Pra është e pamundur që të neglizhohet një alarm i tillë dhe thuhet se hajtë se kanë ndodhur deri sot që s'ka ndalë vërtet, a mos të reagojmë, sepse vetëm një herë mund me ndodhë, edhe mund me ndodhë që me humbë jetë njerëzish. Këto alarme përmjet e shpërthyese, sipas Sopjanit, po vijnë nga jashtë territorit të Kosovës. Këto alarme vijnë nga jashtë Kosovës, nga vende me theks veçantë, vende armike të Republikës Kosovës, se na po tresh dihet se cilat vende janë ato që nuk e dojnë dhe nuk dojnë me pa siguri në Republikën e Kosovës dhe bëhen thjesht për qëllime të hutimit dhe të çorientimit të punës së përditshme strukturave të sigurisë së Republikës Kosovës. E alarme të tilla pritet të ketë edhe në të ardhmen. Sipas vlerësimit tim, do kemi ende alarme, ndoshta mënyra e reagimit do duhet të rishikohej forma e reagimit, po nuk do duhet të neglizhohen në asnjë rrethon, sepse mund ndodh një rast vetëm që të deli vërtet, atëherë do të konsiderohet si dështim i strukturave të sigurisë të Republikës Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, televizioni ka kërkuar nga Policia e Kosovës të dhëna rreth numrit të raportimeve për alarme të rreme gjatë këtij viti, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e kronikës. Prej 2 javësh kjo është rutina e shumë fëmijëve në kryeqytet. Këtu në pishinën e Gërmis, të veçët ka mundësi që të mësojnë notin. Kjo përmes një iniciative të ndërmarrë nga Komuna e Prishtinës për të ofruar kurse falas. Nga kjo nisëm po përfitojnë nxënës të shkollave publike nga mosha 9 deri në 11 vjeç. E të lumtur nga kjo eksperiencë janë vetë fëmijët. Po, shumë është i mirë edhe shumë i përshtatshëm uje dhe po, jënë të mësu me notu ma mirë. Shumë mirë dhe eksperienca ka qenë shumë e mirë dhe kemi mësuar shumë gjona të reja. Kursi notit është shumë interesant dhe ishte plot aventura. Ndërsa nuk harrojnë të shprehin falënderime edhe ndaj instruktorëve. Unë në këtë kursin e notit kam mësuar shumë gjona të reja edhe i falenderoj shumë instruktore që këtë mundin që e ka bo për neve. Kam kalu shumë mirë edhe kam mësuar gjithçka shumë sane të reja. E falenderoj mësuesen që na ka mësuar shumë gjona, na ka mësuar me notu. Kursin e notit po e monitorojnë nga afër edhe prindërit. Të njëjtit thonë se programe të tilla i nevojitën kryeqytetit. Programi ka shku shumë mirë, e kena përcjell nga afër si prind, fëmija kanë qenë të kënaqur dhe besoj që kanë mësuar si të reja gjatë notit. E kënaqur me komentet pozitive është drejtoresha e pishinës së Gërmis, Medina Krasniqi. Kemi marrë përshtypje shumë pozitive nga të gjithë, si nga fëmijët ashtu edhe nga prindërit. E kanë përkrahur këtë iniciativë dhe janë shumë të lumtur
për këtë kurs që është duke u zhvilluar në Prishtinën e Gërmisë. Të përfshirë në këtë konkurs janë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Me ta është kënaqësi me punu, nështë është hera parë, ju ka jap mundësi aty në më përfshi, ka fëmijë, edhe javën e parë kemë pas fëmijë dhe këtë javë që pelon pas, po është, domthonë, na mundohemi ata mi përfshi edhe ata luajnë, frikën e largojnë. Siç është bërë ditur nga Komuna e Prishtinës, këtë konkurs po e njekin rreth 700 nxënës të shkollave publike. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë planin e bordit të paqes të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Gjatë një mbledhje të kabinetit në Jeruzalem të dielën, Netanyahu deklaroi qartë se Izraeli nuk e pranon planin në formën aktuale. Izraeli e hedh poshtë planin me 15 pika. Dëgjova njerëz të thoshin, nuk e thatë ju, e tham ne, por ja ku e them përsëri. Izraeli e hedh poshtë planin me 15 pika. Forcat mbrojtëse të Izraelit nuk do të kryejnë asnjë tërheqje derisa Hamasi të qarmatoset. Netanyahu tha se Izraeli është në bisedime me administratën amerikane dhe se palët kanë dallime për disa nga pikat e planit. Tani po flasim me amerikanët për këtë çështje. Ata kanë ide, disa prej të cilave janë të pranueshme për ne dhe disa jo. Ne dim si t'i përballojmë këto gjëra, e kemi dëshmuar në të kaluarën dhe po e dëshmojmë edhe sot. Plani 15 pikësh parashikon që qarmatosja Hamasit dhe tërheqja graduale e forcave izraelite nga Gaza të zhvillohen paralelisht. Aktualisht forcat izraelite kontrollojnë më shumë se 60% të territorit të rripit të Gazës. Sipas planit, Hamasi do t'ja dorëzonte armët një komiteti kombëtar të ngarkuar me administrimin e Gazës. Hamasi dhe fraksionet të tjera palestineze ranë dakord me 30 korrik për një dokument që përcakton qarmatosjen e tyre, plan të cilin presidenti Trump e cilësoi si një hap monumental. Megjithatë, grupet palestineze kanë bërë të ditur se qarmatimi është i kushtzuar nga tërheqja e Izraelit nga Gaza dhe përparimi në rindërtimin e territorit. Izraeli ka vazhduar sulmet vdekjeprurse në rripin e Gazës pothuajse çdo ditë edhe pas marrëveshjes për anëpushim me Hamasin tetorin e kaluar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga ajo kohë në sulmet izraelite janë vrarë të paktën 1250 persona dhe janë plagosur rreth 4120 të tjerë.